Kandidati i Partisë Demokratike dhe Aleancës për Shqipërinë Madhështore në qarkun e Vlorës, Romario Meminaj, zhvilloi këtë të premte një takim në Llakatund në njësinë administrative të Shushicës. Kandidati për deputet u takua me banorët. U ndala sot në Llakatund për të zhvilluar aty një takim me banorët e zonës, me të cilët folëm dhe diskutuam gjatë mbi një sër problematikash të mbartura ndër vite, tha Meminaj. Ai renditi një sër problematikash, si mungesa e ujit të pishëm, falimentimi i bujqësisë dhe blegtorisë, braktisja masive e popullsisë, të cilat janë plagët e banorëve të Llakatundit dhe jo vetëm, sipas kandidatit Meminaj. Probleme pas zgjedhje në 12 vite nga qeveria në pushtet, e cila nuk ka bërë asgjë për këtë zonë. Ky takim i sotëm përpara zgjedhjeve është një mundësi e mirë për mobilizimin e banorëve, strukturave për të bërë zgjedhjen e duhur. Por pas 11 majit i bindur që të gjitha këto probleme do të marrin fund. Ndryshimi pa diskutuar vjen me Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipërinë Madhështore në pushtet, përfundon Meminaj.